Në muajt e parë të vitit 2026, gjykata speciale pritet që ta marrë vendimin ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakub Krasniqit, cilët akuzohen për ndërmarrje të përbashkët kriminale. Mbrojtja e të akuzuarve pas dëshmive që janë në përfundimësi shprehen optimist për epilogun, por Hashim Thaqi aktualisht përballet edhe me një akuzë tjetër për ndikim në dëshmitar. Andaj edhe nëse eventualisht lirohet i njëjti sërish do mund të qëndrojë në paraburgim, por kjo do vendoset nga kërkesa e prokurorisë të specializuar. Prokuroria në rast se do të parashtron kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit apo caktimin e ndonjë mase tjetër më të butë, sigurisht kjo është një pyetje hipotetike dhe më pastaj trupi gjykues do të vlerëson në rast se ekzistojnë rrethanat dhe ekzistojnë arsye që masa e paraburgimit apo ndonjë masë tjetër të caktohet. Megjithatë, për këtë rast ende nuk ka filluar shqyrtimi gjyqësor. Shumë shpejt pritet të fillon edhe shqyrtimi kryesor në këtë rast. Pra sigurisht që kemi dëgjuar disa herë që mbrojtja e Thaqit ka kërkuar që pak të shtyhet ky rasti derisa të përfundon në rasti i parë, por arsye se mbrojtësit janë shumë të ngarkuar me dy raste, por sigurisht që shumë shpejt do të fillon edhe rasti i dytë. Në fillim të dhjetorit 2024, zyra e prokurorit të specializuar e ngriti akt akuzën ndaj Hashim Thaqit, Hysni Kilajt, Pashkem Smakajt, Fadil Fazliut e Hajredin Kuqit. Këta akuzohen për pengim të administrimit të drejtësisë duke ndërhyrë në dëshmitar.